Personat që hanë vezë të zira, urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Vezët mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të Healthline, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme të cilat duhet i keni pjesë përbërëse të dietave tuaja ditore. Kjo fal elementeve të lartë ushqyes që ato bartin për organizmin. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni vezët në dietën tuaj ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore, të cilat përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot vetë nga trupi i njeriut. Vezët përmbajnë 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet te bardha e vezës. Vezët janë tepër ushqyese për organizmin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë përbërëse të dietës së tij. Vezët janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm. Një vezë ofron proteinë cilësore, vitamina dhe minerale të dobishme për aktivitetet tuaja ditore. Vezët janë tepër ushqyese për organizmin. Një vezë ofron gjithashtu edhe selenium, fosfor, vitaminën B12 dhe antioksidant, të cilët i bëjnë shumë mirë edhe qelizave tuaja të shëndetshme, duke mbajtur ato më të forta dhe duke ushqyer ashtu si ato kanë nevojë. Vezët do të ulin nivelin e triglicerideve. Nivelet e triglicerideve duhet të jenë të ulta për një shëndet të mirë. Vezët janë veçanërisht të pasura edhe me yndyrnat omega-3, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vezën si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese e cila duhet të përfshihet me patjetër në vaktet tuaja ditore. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e zhvillimit të ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Healthline, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të riskuar të preken si pasojë e ishemisë. Gjithashtu, vezët janë të mira për një zemër të shëndetshme. Njerëzit që hanë vezë të zira rregullisht janë më pak të riskuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme, kjo fale një regjimi të kujdesshëm ushqimor. Përfshihen edhe vezët e zira si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për të nisur ditën. Ekspertët tregojnë se njerëzit që hanë vezë çdo ditë, kryesisht në formën e tyre të zjerë, janë më pak të riskuar që të vuajnë nga këto komplikacione dhe mbrojnë më mirë shëndetin e tyre. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do ju bëjë që të jeni gjithashtu edhe me një zemër më të mirë. Studimet sugjerojnë se të hani vezë çdo ditë jeni më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët ju ngopin më shpejt, duke ofruar kështu një vlerë më të shtuar të organizmit. Njerëzit që konsumojnë vezën rregullisht ndihen të ngopur për më gjatë. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë çdo ditë në mëngjes marrin 130 kalori më pak gjatë ditës. Vezët ofrojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve. Antioksidantët që gjenden kryesisht tek veza ndihmojnë në shëndetin e syve edhe në parandalimin e komplikacioneve të ndryshme që u kanosen atyre. Gjithashtu vezët janë një burim i mirë i yndyrnave që lehtësojnë gjithashtu edhe përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për mendjen më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban kështu shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, një vezë në ditë ofron edhe përmbajtje të kolinës, veçanërisht kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës mund të shoqërohet gjithashtu një përkeqësim më i madh i kujtesës suaj. Ndaj konsumi i vezëve në vaktet tuaja ditore, sipas ekspertëve të Healthline, është një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm.
Një nga mënyrat më të mira dhe më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezëve të zjera dhe ndikimin e tyre në organizëm sipas Healthline. Vezët ofrojnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon të humbisni në peshë. Vezët janë të pasura me yndyrna cilësore. Vezët e zjera do të nxisin gjithashtu krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen më të mirë të niveleve të kolesterolit dhe uljen e riskut të problemeve të shëndetit tuaj. Kështu, përfitimet që do të merrni prej vezëve në dietat tuaja ditore do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vezët janë të pasura me proteinë të cilësisë së lartë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet të trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse edhe për muret tuaja të qelizave. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tyre do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve dhe do t'i sigurojnë në trupit të gjithë elementët që ai ka të nevojshëm. Vezët janë të mira gjithashtu për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit për thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka më të forta, vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D. Kjo vitaminë është mjaft e rëndësishme për kockat dhe për shëndetin tuaj në tërësi. Vitamina D do të mundësojë kockave tuaja për thithjen e duhur të kalciumit, duke rregulluar kështu nivelet e kalciumit në trup dhe duke parandaluar edhe problemet që u kanosen atij. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera si një prej alternativave më të çmuara ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Vezët e zjera janë mënyrat më të mira ushqyese për t'i konsumuar çdo ditë në dietat tuaja ditore. Kështu, përfitimet e tyre ushqyese mund të jenë një mburojë shumë e mirë edhe në mbrojtjen e niveleve të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Disa ulëntime të publikuara ditë më parë tregojnë se ngrënia e 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë për shumicën e personave është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar organizmin e tyre. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinës, konsumoni edhe vezën e zjerë në dietën tuaj. Ekspertët tregojnë se vezët e zjera përmbajnë proteinë të cilësisë së lartë, që do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë të mira gjithashtu edhe fal përmbajtjes së lartë ushqyese që ato ofrojnë dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Vezët janë një nga burimet kryesore të proteinave, ato janë të larta gjithashtu edhe në vitamina dhe minerale, duke përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën B, vitaminën B12, jodin, folatin e të tjera, dhe konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit. Të vegjëlit mund të konsumojnë një vezë në ditë të zjerë pa pasur nevojën të shqetësohen shumë për ndikimin e saj në organizëm. Vezët janë një nga burimet më të mira të hekurit të folatit, të proteinave, të acideve yndyrore omega-3, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në zhvillimin e qelizave të trurit dhe përmirësimin e shëndetit të tyre. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera çdo ditë në dietën tuaj edhe për të marrë sasinë e duhur të proteinës e nevojshme, kjo edhe për funksionet dhe aktivitetet tuaja trupore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.